80 të rinj dhe të reja përfaqësues të 8 ekipeve pjesëmarrëse konkurruan për 10 ditë me radhë në kampionatin amator të voleybollit i organizuar nga Kisha Tungjillore Shpresë për Shkodrën dhe nxënësit e Jezusit. Një nga veçoritë e këtij aktiviteti ishte përfshirja djemve dhe vajzave në të njëjtat skuadra, duke promovuar frymën e bashkëpunimit, respektit dhe miqësisë mes njëri tjetrit. Ndeshjet u zhvilluan në fushën sportive të Shkollës së Muzikës Prenk Jakova, u shoqëruan me shumë rivalitet mes ekipeve pjesëmarrëse, duke kualifikuar në finale skuadrat Thunder Team dhe Elite. Finale kjo që u fitua nga ekipi Thunder Team me rezultatin 2-0 me sete. Ka një kampionat që ka gjatë 10 ditë, kena mlell 8 ekipe për rreth 83 reja dhe ka pas 16 ndeshje. Ka një kampionat bajagi ambicioz, ka pas lojtar që janë pjesë kontingjenti i ekipit vllaznis të trivave të rejave, edhe njëkohësisht edhe një arbitër profesionist që është kontingjenti i ekipit vllaznis. Pra jena mundu me bëj diçka serioze, diçka kompetitive, por njëkohësisht edhe me përcjell një mesazh unitetit, bashkëpunimit, miqësijet, edhe me i largu tritet rejat nga gjanat që i marrin kohën, siç janë mediat, celulart apo rrjetet sociale, koha e izolume. Kena dashur me zhvillu një kohë sa më sociale dhe pozitive për ta. Do të vazhdojmë edhe me futbollin, me moshat, e po ashtu edhe me basketbollin. Në përfundim të aktivitetit u organizua ceremonia mbylljes, ku fillimisht është nderuar me diplomë arbitri i ndeshjeve të kampionatit, voleybollisti dhe trajneri i vllaznisë Fation Çekini, për të vjuar më pas me skuadrat e renditura në vendin e tretë dhe të dytë për të mbërritur tek ekipi kampion Thunder Team.